Në një ambient privat, kandidatët e Partisë Demokratike për Bashkinë Lushnjë dhe Qarkun Fier zhvilluan një takim me banorët e lagjës Skënder Libohova në qytetin e Lushnjës. Takimi nisi me prezantimin e kandidatëve dhe u kthye në një bashkëbisedim të hapur me qytetarët për problemet e përditshme që ata hasin, të cilat lidhen kryesisht me keqeverisjen e deritanishme të kryeministrit Rama. Çdo kandidat adresoi me shqetësim fenomenin e largimit masiv të rinjve nga vendi, duke e cilësuar boshatisjen e qyteteve dhe fshatrave si pasojë direkte e mungesës së mundësive dhe shpresës. Ata theksuan se shumë qytetarë kërkojnë një jetë më të mirë jashtë vendit në vendet e Bashkimit Evropian. Deputeti aktual, Sajmir Koreshi, së bashku me kandidatët e listës së mbyllur për Qarkun Fier dhe Bashkinë Lushnjë, theksuan se vota e 11 majit është një vot për qytetarët për të rrëzuar një qeveri që prej 12 vitesh ka çuar në përkeqësim të kushteve të jetesës, mungesë të politikave sociale, papunësi dhe braktisje të bujqësisë. Kandidati Eduard Sharka prezantoi programin e Partisë Demokratike duke kërkuar besimin e qytetarëve dhe angazhimin për të përfaqësuar idejësisht në kuvend pas 11 majit. Ai u zotua për një përfaqësim të ndershëm të zërit të demokratëve dhe të gjithë qytetarëve të Lushnjës, me qëllim për një të ardhme më të mirë për fëmijët dhe për jetën në këtë vend të bekuar nga natyra. Në takim ishte i pranishëm dhe kandidati Gentian Çela, i cili falenderoi banorët për mikpritjen dhe për bashkëbisedimin e ngrohtë. Ashtu siç më keni mbështetur dikur në fushat e blerta si futbollist, sot kërkojmë mbështetjen tuaj me votë për të qenë zëri juaj në Parlamentin shqiptar, u shpreh Çela.